Përshëndetje nderuar televizionistë. Unë me këto ngjarje që ka ndodhur dhe që vazhdojnë të ndodhin nuk mund të lija pa i diskutuar në atë këndvështrimin krejt ndryshe. Krejt nga njeriu zakonshëm, krejt nga ai njeriu bindur politik, nga ai njeriu që thot partia bën populli dhe don adhurojmë një udhëheq dhe e shikojmë atë se çfarë fjale nxjerr ai nga buzët për ta glorifikuar. Unë kam ftuar në studio zotin Agim Rada, drejtori i Qendrës së Realizimit të Veprave të Artit, për të diskutuar ndryshe për këtë që ka ndodhur. Si Enver Hoxha, si Fatosnano, si Sali Berisha, si Edi Rama, quajnë filles ose ditë të Shqipërisë, atë ditë që ata kanë ardhur në pushtet dhe e shikojnë veten të krahasueshëm me SNB. Diçka kanë përbashkët të gjithë që përmendë ti nuk e kanë dashur vendin e vet. Pra, e vetmi e gjë përbashkët. Nuk e kanë dashur edhe nuk e duan vendin e vet. E shikojnë si një lop që e melin, i shikojnë njerëzit banorës si sklever, Enver Hoxha vetë i ndau në dysh. Ky është i joni, ky është i joni. Shumë saktë. Ky është e dizë me thënë shqiptarët, aq pak sa ishim ne, na bënte që ky është i ini, thoshin këto nga jugu. I ini është kimo. Po ky, pa ai që si ishte i tyri, ç'a ishte ai? Ai s'kishte drejtë jetonte, nuk se këto vetëm shqiptarë nuk kanë qenë. Këto që përmendë këto mostrat, vetëm shqiptarë, çfarë shqiptari ka qenë Enver Hoxha, me Miki Ngushi, Miladin Popovicit, Partinja themelun Jugoslavët, vazhdoi arratishesh njerëzit i kthente Beogradi këtu ky i dononte, domethënë kosovarët vetëm nëse s'kan sy ta shikojnë se çka bëra ai kriminal ai mostër. Domethënë ky mostër, ky antishqiptari betum, se unë me shaka i them njerëzve, antikomunisti më i madh është Enver Hoxha, pse ka vrarë komunist më shumë se sa po. Është mostër, ai nuk priste rrallë, nuk e dinte se nga vinte, mjafton që të merrte sasinë e gjakut që i duhet vampirit për të jetuar. Ky mostër la një mostër më mbrapa, i cili la një krye mostër Sali Berishën. Një vrasës, një hajdut, një i pa fytyrë që në emrin hyrin llogoren e fukareve të këtyre që kishin vdek burgjeve, edhe në moment hoqi maskën edhe na doli se ky pas kishte qenë një antikomunist i tërbum. Ky që rinte ditë natë në Oxhakun e Enver Hoxhës, në varkën e Enver Hoxhës, me fëmijët e Enver Hoxhës, me pushime me hysni kapën, ky sharlatan, ky njeri i pa fytyrë, domethënë që mori përsipër, mirë që vodhen lekët. Okej, lekët i ikin e vinë se nga xhepi i këtij do shkojnë në xhep tjetër, po ky vodhi gjën më të tmerrshme, i vodhi vujtjet fukareve. I vodhe i mori përsipër sikur ky kishte qenë në spaç. Edhe ulëriste me të madhe kundra komunizmit, ky që i shërbeu me devotshmërinë më të madhe. Ky bile bëri kauzën e antikomunizmit dhe bëri qesharake, e arriti qëllimin. Edhe unë po e them publikisht, na mundi ne, ky me mostrat e tjerë, me gjithë shpurën e tij me paradisit bardha, me gjithë llumin e kombit që u vunë në rresht për të dukë si antikomunist, ndërkohë kur një test të larë me gjak të kuqe e kishin në xhepin mbrapa. Kjo është e tmerrshme, edhe kjo maskarad, kjo lum hane që i thon populli, vazhdon edhe populli dele, nuk duhet fy popullin tim, po një popull që thot bravo i qoftë Fatosnanos që vjedh, është sklav i lindur. Ai vjedh pensionin e nënës time, lekët e një sakati që s'ka karrocë, vjedh dhe jeton në luks në Vjenë, me dyqane, me kazinora, me vila këtu, është qesharak fare ky popull që nuk i thot hajde këtu o zotri. Bile unë them këtë, unë nuk ja fa lekët e nënës time ati, unë them është një hajdut, një ordiner, një bigjoshi, një pianec. Ndërsa ai që ja fal e thot është burr shteti dhe është burr i mirë, ai le t'i japi rrogën e vet, pensionin e vet, edhe t'i thot urdhëro se unë për ty vdes. Kjo është mentalitet sklavi. Kemi ardhur në një moment shumë interesant, Gimi. Kemi ardhur tek një reformë drejtësi, kemi ardhur tek një çudi e madhe që unë nuk di këtë të besoj. Të besoj Edi Ramën, të besoj Ilir Metën, të besoj Lulzim Bashën, të gjithë më duken si një ballo me masë. Jo, unë them mos beso asnjë. Se si ka mundësi të besojmë këto që e prunë këtë ditë. Këto janë autorët dhe aktorët, regjisorët, skenaristët të gjithë kësaj katraure që ka ndodhur në vendin tim, në vendin tënd, në vendin e njerëzve. Çfarë duhet besoj unë, sepse ti më bën si njeriu më të pashpresë. Më keq sepse jo, nuk dëgjoj. Unë i thash dikur kryeministrit që është sot Edi Ramës, i thash e di ç'm ka thënë nëna ime, i thash.
po bëjmë 100 vjeç e gjimi në Shqipëri duke prit vdesin udhëheqësit. Është E këndojmë këngën e nëpërmjet, çfarë të bëja valides 100 vjeç e zot vdes. Okej, këtu do me thëmë prit vdesi e në veri se do shpëtojmë. Na vjen një mëj poshtër, një ramiz, një me zë gruje, një horë, një pa fytyrë, që është harru, një që s'kishtë as trajt, as form, një mostër e tillë. Edhe polli për çudi, si thush, pjellën e zezë të vetë, këto që pasun me mbrapa. Se këtu nuk është se këtu shkëput halka, edhe u bën me revolucione kështu. Këtu ja lanë karike njëri tjetrit. Duke ja lënë njëri tjetrit, pa tjetër aji që ja linte pushtetin, do mbronte atë që hiku. Kuptoj? Ai që e mori, do mbronte atë që hiku. Edhe kjo ka vazhdu zinxhir, edhe këto harrun që një Big Brother i shikonte nga lart. Edhe ndanin pasurinë, ndanin tortën. Në mëngjes bëjmë sikur zihemi, për sytë e opinionin, kurse ndark me celular, dëgjoj, pa to lejet e pallatit, po sa do ndajmë këtu, sa do ndajmë atje, torta ndahesh për natë, edhe ditën shaheshin me njëri tjetrin këto sharlatan, këto që se kanë dash kur vendin e vet. Flasim edhe për kryeministrin aktual. Premtoi shumë, do bënte reformë, do prishte koncesione, do shikonte këto lekët e këtyre oligarkëve të ri, jo që si bëri për i mori në sjetullat e veta. Kjo populli priti shumë, unë kisha shpres, po shumë pak, një javë, kur pash që s'po bësh, thash, o zot, qa po ndodhë tu? Qa po ndodhë? Ju desh pas taj ndërhyrja e ndërkombëtarëve, e kështu për të thonë, hapni sytore, hapni se lekët tuaja janë, për ja u vjedhin mes ditës, horrat. Këto edhe del ai Ilir Meta, na jep, përshim, ai është për burg, del aty jep edhe mend se si do vazhdoj jeta tashi, se si do bën zgjedhjet, se o zotri, jep një llogari më ti, si o ti del me çdo herë që ka zgjedhje del me thesën kurri si plaku vitit 3 me 50.000 lekë ai nda fukareve. Kuptoti edhe merr pushtetin. Pse më kështu bëhet kjo punë? Kështu bëhet kjo punë, po ore, unë po them, ky popull ose është qorr ose është sklav. Që të mos jeti tillë duhet reagoj. Ky është shtet as i Sali Berishës, as i Fatos Nanos, as i Edi Ramos, as i ati Hales Enver Hoxhës, i lumbrave që për ati kemi gjithë zezat, se mos t'ishte ai, mendoti nuk do njifshe as Sali Berishën ti sot. Që na u bë gogol, sa hap televizorin, unë ta kam thonë njerë. Unë gjdo bëj një ritual, gjdo ditë në mëngjes bështy ekranin për para se të ndezë. Se kushdo që të dali e meriton bështy më në surrat. Këto anti-shqiptarë, këto të tmerrshme, e shkatrun vëndin, e shkatrun, po meret bota gjithë globi me ne, Gjermania, Franca, Anglia, Amerika, për 10 hajdut edhe nuk e rëndërësh, për 10 hajdut, për jam populli do reformën se 95% votuan, për 5% hajdut që kanë përfitu, do vuja dhe unë. Ata na kanë marrë. Pa nuk është normale. Gjithmonë, 2%, 3%, 4%. Pa nuk është turp, është faqe zezë. Që qa faqe zezë është kjo? Sepse mediat janë të gjithat korruptuar. Ti e shef që unë kam dhënë 5-6 emisione këty, mu nuk u kujtu njerë një top channel, një plan, një shu. Nuk më marrin, e di pse s'marrin, se ato kanë pronar, thonë top channelin, për shembull e ka Ilir Meta, planin e ka Sali Berisha, do të thëmë tu dalina, edhe janë ca sharlatan, më kur i shikoj. Ore, po mirë më pse më 20 veta janë këtu që mbajnë peng ka 30 vjeç Shqipërinë. Po nuk të lëna, nuk futesh do ato anë ty. Po sa hap televizorin del prej zogaj, flet edhe rrezik edhe mami është ai për se si jeni fëmijët, se si shkohet në hënë, se si shitet Ky lymi, se si shitet ose si vjen turp aty, megjithëse di pse s'kan turp se kanë misionin të tillë. Ato janë që në 90-ën të paracaktuar. Shiko, hap televizorin, pa ato surretër, shef. Po ato fytyra të ndyra. Se ke parti që Partia Demokratike përfaqëson me një Artan Hoxha, ku do që vetë? Po, a i tha vetë kam qenë spion i sigurimit, po s'kam bërë keq. Po si mund t'jesh në shërbim të djallit e t'kesh bërë të mira. Do më thonë, ose po edhe Pec Zoga vetë tha, unë kam qenë spion, por nuk pastaj mu më ranë në dorë një listë tash me kështu, me pseudonime. Po të gjithë edhe unë i kam ndigjuar kështu në për të, po tash i doli, po si vjen turp, a kam turp këto njerëz, po si më të më thot njeri më ogim o ti në kopësht ke spionu një fëmijë, unë do ta mbaj këtë turp për jetë.
ato hashiqare në shërbim të sahanave. Me padron, me pronar, me... Ore del ky Artur Zhej Martir që se merr vesh, tashi të thotë Sala është i mirë, mas 3 ditës është i keq, lavdron i lirë metrën. Ku tjetë kusia më e madhe, shkon aty, fut kokën e ha, unë se marr vesh, burr. Ose tjetri se po me dhjetra. Shkë ti ke për këta gazetarët kumargjin, se janë gjithë kumargjin? Po të gjithë, sepse leku i vjedhur është lek haram. Lek haram edhe është leku fukareve. Ato e shpërdorojnë në mënyrë të llahtarshme. Shkoj një darkë aty ke Tajvani futu, edhe shikon gjithë fasanë lëpirësit, që i jep për shembull harrojnë celular në kazino. Po, aty bëhet nami, aty shikohet dhe filmohet dhe shikohet ç'është bërë. Pastaj dëgjoj, unë nuk e kuptoj ç'është kjo reformë drejtësi. Janë ato vilat atje që më e lira është 800.000 euro? Shko atje, mbylli me dryp brenda dhe ço prokurorin. Po, vetë hajdutet janë deklaruar, janë brenda atyre vilave. Më e shtrenjta është 2 milion euro, 800.000 euro më e lira. Do jetë për ne kështu sekser, vogël. Po se e morën dorë horrat këtë punë. E morën dorë horrat. Po si kthejnë, si kanë kurajë? Si delali edhe po s'kan turp. Mjafton mos kesh turp edhe i bën gjitha gjonat. S'ke turp e që vetën edhe gazetar, s'ke turp e që vetën edhe këngëtar. E ke pati që janë bush ekranet me këngëtar, s'ke turp e që vetën edhe poet. Çdo ditë promovojnë libra me poezi. S'ke turp shkruajnë kujtimet. Në botë janë 7 miliard frymë, mendohet tash se cili të shkruaj kujtimet e veta ç'a bëhet. Këtu janë budallet gjithë, se me që dolëm ke shkrimi. Tash të vjen me qesh, Ismail Kadareja, kur i duhet në i shtëpi, në i gjë kështu, lidhet direkt me firmën ndërtuese, edhe ai e bën pale, edhe kur i shkon policia i thon, "Ore si e bën ti pale?" Po prit se këtu do marrë dhe i malli Kadare. Tu ka gjallar kontratë. Po se ky drejtoroi do i festojnë 85 vjetorin. Unë kur kam qenë i ri me shokët e mi, e anatemonin, e malkonin kur e shifni, o zot, ta do vi një ditë që mos ta shohim më këtë surrat. Ky na del edhe si i glorifikuar, si i ndritur, si plak i urt. Ky që ka firmos pushkatime, që janë vëra poet, janë internu njerëz. Ky plaku i urt, unë po ja them tash përpara se të ikin nga kjo botë. Nuk janë gjithë budallë, është një gimrada që nuk e beson se ti je angjëll. Po ta them cop, nuk e beson, unë dhe e di që ti e djallë. Ti, Ismail Kadareja, të gjithë sa në pjesët e sistemit, të gjithë legenda, jeni uturakët e Enver Hoxhës, të gjithë pa preshtin.